Pas kërkesës së gjyqtarit Erion Bani për inspektim të resort të gjykatave, komandanti i Gardës së Republikës Simon Zereci vizitoi gjykatën e posaçme. Nga mbledhja urgjente e 260 tokave të zeza, pas vrasjes së gjyqtarit Kalaja, u arrit në disa vendime, njëri prej të cilëve ishte kontrolli i rritur në gjykata. Me sa duket, njëra nga kërkesat është dëgjuar më njëherë nga shefi i Gardës këtë të premte. Gjykatësi Erion Bani kërkoi në mbledhjen e jashtëzakonshme që për të shtuar sigurinë në gjykatat e vendit, kthyrja duhet jetë uniform e të përfshirë. Hyrjet dhe daljet, përfshirë këtu daljet emergjente, sallat e gjyqit, zyrat e administratës, hapësirat publike dhe parkimet. Një lloj edhe për të analizuar gjendjen e kamerave ekzistuese, sistemeve të alarmit, pajisjeve kundër zjarrit dhe siguria e korridoreve për transportin e të pandehurve. Vrasja e gjyqtarit Kalaja brenda sallës numër 3 të gjykatës së apelit, menjëherë sapo shpalli vendimin, i ka dhënë një tronditje të madhe gjyqësorit, por edhe ka shkaktuar reagim të gjerë publik. Në pranga për krimin e rënd ka përfunduar Elvis Shkambi, që akuzohet për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, vepër për të cilën rrezikon dënimin e përjetshëm, dhe xhaxhai i tij Gjon Shkambi. Ky i fundit akuzohet si nxitës i krimit, pasi nga pamjet e sigurisë, prokuroria dyshon që ai nuk ndërhyri të ndalonte nipin e tij së qelluari me 3 plumba gjykatësin Kalaja e të plagoste palën tjetër me të cilët ishin në gjyq.